Miqdashu, do të vazhdojmë tani me një tjetër lidhje direkte. Gjatë ditës së djeshme Nacionale ka publikuar një fotografi të ish-presidentit Hashim Thaqi, që është larguar nga muret e Ministrisë së Jashtme, të cilën deri vonë e drejtonte Donika Gërvalla. Kjo fotografi është lënë në një depo, ndërkaq ka pas dhe reagime të shumta edhe nga qytetarët. Ne do të lidhemi me Nasim Haradinaj, ish komandanti UÇK-s, dhe të flasim për këtë veprim. Haradinaj, mirëmëngjese. Mirëmëngjesi për ju, se dhe shikues juve, por edhe një mirëmëngjesi dhe qëmë ja u dërgoj shkove të mi që jam sot atje në burg të Hapës. Flasim pikërisht për njërin nga ta, sepse kemi pa gjatë ditës së djeshme ka qarkullu një fotografi në rrjetet sociale, fotografia e ish-presidentit Thaqi, që është larguar nga zyra e Ministrisë së Drejtësisë, dhe tani më në fakt Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhe është vendosur në një depo. Si e sheh këtë veprim? Për mua pak është e çuditshme kur mendoj se kush e ka udhëhequr ministrinë. Në atë ministri fatkeqësisht, po edhe në këtë qeveri, po edhe fatkeqësisht në këtë kohë, jo vetëm që është një person që është monstrum, më të thonë edhe surrogat, ai të dyshoj që është surrogat i familjes Gërvallaj. Ajo gjest për mua krejt normal në kuptimin se si ajo ndihen. Një njeri i cili mund shkel mbi gjakun, mbi familjen, dhe mbi idealet e një kombi, dhe mbi idealet e qina dëshmorëve dhe mia dëshmorëve të thëmë, dhe se me dhe miliona njerëz që kanë pas frym për shërimin në Kosovë dhe të ka pas mendim të njëjtë me vijen e Yusuf Gërvallës dhe shokëve të tij, nuk kem çka presim tjetër vetëm të shohim si veprimesh. Ajo është sikur një lubi e një kuqetre e cila çdo gjë rreth veti shkatron e mas brami shkatron, që thonë kuqetra rreth fëmijën e vet. Kjo në mendoj që kjo është një smerr, por për këtë nuk duhet, sepse ajo nuk ka ndërgjegje, por për këtë nuk duhet të çofrohet ajo, sepse ajo s'din çka është turpi, po më për këtë duhet të çofrohen institucionet kur filmat do qofshin ato që pranojnë njerëz të tillë. Mund të mos e pëlqej figurën e një ish-presidenti, në këtë rast Thaqi apo presidentëve të tjerë, por duhet të qëndroj aty, sepse kështu thonë dhe institucionet dhe kështu është e rregulluar. Jo, mund vjen keq ajo figurën mund ta pëlqen, sepse ajo është i bukurosht, sepse unë e di ajo i pëlqen të bukurit. E di unë e kam, po problemin e ka ajo që ajo s'mu e pëlqen frymen. Ajo nuk mu e pëlqen frymen që e ka pru Kosovën këtu ku ka pru. Prandaj ajo ka përtej pëlqimit, ajo ka qëllim shkatrim. Ajo do të shkatroj çdo gjë të cilën edhe prindi vet e ka dhënë jetën. Prandaj nga kjo nuk pret më shumë. Një njeri që ka liçit familja vet. Dhe ku i bën der? I bën der kërkuj. Mirë po ata që e mojnë në këto institucione, ata që e mojnë pranë vetit. Dhe me këtë mburën, atërë le ta mojnë që tojnë, le ta veshin për faqet vetë. Qëre, shiko, problemi është kështu, është ndërtu një logjik, duke u sakrifikuar me prind qoftë politik, qoftë duke marrë mandatet të prindve ulata, dhe i ka